Horoskopi ditor e premte 25 prill 2025. Dashi, jeta në çift do marrë bekimin e yjeve gjatë kësaj dite. Të gjitha konfliktet do zgjidhen dhe do krijoni një lidhje edhe më të fortë. Beqarët nuk do rezistojnë dot charmit të disa personave që do njohin dhe do hidhen menjëherë në krahët e tyre. Financat duhen pasur më në qendër të vëmendjes. Po e kaluat lehtësisht dhe këtë ditë, nuk do keni probleme për një kohë të gjatë. Demi, kjo ditë do jetë vendimtare për ju. Nëse keni pasur probleme të mëdha, mundoni t'i zgjidhni sa më parë, sepse situata mund të ndërlikohet më tepër. Beqarët nuk duhet t'u besojnë verbërisht personave që do njohin, por duhet ta kenë një hije dyshimi. Ekuilibri financiar do përmirësohet nga dita në ditë. Do ndiheni edhe më mirë në këtë sektor. Pinjakët. Çiftet që kanë kohë që kanë humbur ekuilibrin dhe kanë pasur probleme serioze, sot do rigjejnë energjinë për të ecur përpara. Toleranca do jetë një pikë e fortë për ta. Ata që kanë pasur ditë të mira do vazhdojnë si gjithmonë. Beqarët do bëjnë shumë persona për vete, por do ndalen me aq. Në planin financiar do përballeni me vështirësi të mëdha. Kujdes. Nga forja. Marrëdhënia në çift nuk do jetë as pak e keqe gjatë kësaj dite. Përkundrazi, do mundoni të gjeni sa më tepër kohë për të kaluar me ato që keni në krah. Beqarët që pëlqejnë aventurat do jenë me fat, të tjerët do duhet ende të presin edhe pak kohë. Në planin financiar nuk duhet të besoni personave të jashtëm dhe nuk duhet të merrni vendime të nxituara. Luani. Jeta në çift mund të ketë disa tronditje të vogla gjatë kësaj dite, por nuk duhet të alarmoheni. Të gjithë kalojnë faza të tilla. Beqarët nuk duhet të flirtojnë me çdo që do ndeshin përpara, por duhet më parë të njihen me personat. Saturni do jetë planeti që do të turbullojë sektorin e financave. Do shpenzoni pa u menduar dhe nuk do dini çfarë të bëni kur të mbeteni pa para. Virgjëresha. Do kaloni momente të mrekullueshme sot me partnerin tuaj. Do jeni të pandashëm dhe do bashkëpunoni për gjithçka. Beqarët ka shumë gjasa të bëhen skllëvër të një dashurie pasionante, por që me kalimin e kohëve mund t'i dëmtojë së tepërmi. Në planin financiar do keni fat dhe do mund të kryeni të gjitha shpenzimet më të nevojshme. Peshorja. Dita do fillojë me debate dhe mosmarrëveshje sot, por me kalimin e orëve situata mund të përmirësohet. Mundoni të tregoni më të kuptueshëm dhe të toleroni her pas here. Beqarët do joshin pafund dhe në mbrëmje do e gjejnë dikë që do ju përshtatet. Me financat do të ketë disa probleme të vogla, të cilat do rregullohen me pak përkujdesje. Akrepi. Nëse doni që jeta juaj në çift të shkojë mirë, mundoni të mos tregoni dominues dhe shumë kërkues. Me një komunikim të ngrohtë do ja kaloni mirë. Beqarët do kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare. Dashuritë e mëdha duhet ende pa kohë që të vinë. Financat do fillojnë që sot të kenë disa përmirësime të vogla. Shigjetari. Të dashuruarit do kenë debate të forta me partnerin e tyre sot. Disa do kërkojnë më shumë pavarësi se sa duhet dhe kjo do krijojë konflikte. Beqarët do jenë të parezistueshëm.
Mundësitë për të filluar shumë shpejt histori dashurie do jenë të mëdha. Financat do jenë të stabilizuara falë mbështetjes që do i jap dielli. Gjithsesi, bëni kujdes me shpenzimet. Britsjapi. Ditë mjaft e bukur dhe emocionuese kjo e sotme për të dashuruarit. Gjithçka do shkojë ashtu si ju e kishin menduar prej kohësh. Partneri do e plotësojë dhe dëshirat më të zjarrta. Beqarët do vazhdojnë ende të jenë në kërkim të princit të tyre të kaltër, por pa shumë fat. Në planin financiar duhet të merrni masa sa më shpejt që situata mos dalë jashtë kontrollit. Ujori. Tregoni më të kuptueshëm gjatë kësaj dite me partnerin tuaj dhe mundohuni her pas here të falni. Vetëm në këtë mënyrë marrëdhënia mes jush do ecë si duhet. Beqarët do ndërrojnë pafund, por vetëm kaq. Nuk do kenë aq fat sot për të filluar histori pasionante. Nëse nuk doni që financat të bëhen problematike, mos shpenzoni shumë marramëndse. Peshqit. Së bashku me partnerin do bëni edhe ndonjë shmenduri të vogël sot, por kjo do e bëjë lidhjen tuaj edhe më emocionuese. Kënaqësia do jetë e papërshkrueshme. Beqarët do kenë shumë pranë personin që kanë ndërruar. Mjafton që ata të përfitojnë nga rasti që do ju jepet. Buxheti duhet të riorganizuar sa më parë që të jetë mundur. Mos u hallakatni kot.